Lëndrimi fillon një debat të ashpër me Labinotin, i cili duket se ka nxitur tensionin në shtëpi që prej disa ditësh. Ai i thot Labinotit me zë të lartë dhe të vendosur se e sheh atë si një lojtar shumë të dobët dhe të papërgatitur për lojën e Big Brotherit. Lëndrimi nuk kursehet dhe shton se Labinoti vetëm ofendon të tjerët, por nuk arrin të luaj ose të tregojë ndonjë aftësi të vërtetë që do ta bënte konkurrues real. Ai i përmend Labinotit shembuj nga ditët e fundit, ku ky i fundit ka bërë komente të pamatura ose ka tentuar të krijojë trazira, por gjithmonë pa ndonjë rezultat të prekshëm në lojë. Lëndrimi i thot se gjithçka që Labinoti bën është thjesht për t'u dukur dhe për të tërhequr vëmendjen. Por në fakt ai nuk kontribuon në asnjë mënyrë për strategjinë e shtëpisë ose për të fituar sfidat. Labinoti mundohet të përgjigjet, por Lëndrimi nuk e lë pa shfrytëzuar çdo mundësi për ta shtyrë debatin më tej, duke i bërë replika të forta që e acarojnë më shumë. Lëndrimi shton se Labinoti nuk ka asnjë aftësi të menaxhojë situatat dhe se është i paaftë të krijojë aleanca të forta brenda shtëpisë. Debati përshkallëzohet, ndërsa disa banorë të tjerë e ndjekin situatën me vëmendje, disa duke u habitur nga guximi i Lëndrimit dhe disa duke qeshur fshehurazi me komentet e tij. Lëndrimi përfundon duke thënë se Labinoti duhet të përqendrohet më shumë në lojë dhe të ndalojë të ofendojë të tjerët, sepse vetëm duke sulmuar me fjalë nuk arrin asgjë dhe nuk mund të konsiderohet një lojtar serioz brenda Big Brotherit.